Negozos, kush janë emrat? Unë e pash Agim Qekun të rikthyer, për cilët ju morën edhe kritika, zoti Haradinaj, pse AK apo thotë që është ka ardhë Agim Qeku, kur Agim Qeku ka qenë në AK, me një farforme dikur. Por edhe kjo ka kolor, nuk është e bardha në zezë, për arsye se Agim Qeku nuk ka qenë në AK. Jo, unë për opinion publik, Agim Qeku ka qenë komandant i përgjithshëm i TMK-s në kohën kur kem pas një koalicion me ish presidentin Urgova, me LDK-n edhe mas dorëheqjes ish kryeministit Bajram Kosumi, ajo është zhvesh për uniformës dhe ka marrë detyrën si një akt shumë i madh atëherë. Si një akt i madh dhe përgjegjësia kryesore, kryeministi mendoj që s'ka përgjegjësi më të madhe. Në atë kohë ai far rregulli formal ka qenë që të jetë i pajisur edhe me librezë partijake. Pastaj prap kjo unë e di që për analizë studio ose për ju nuk vlen, por për opinionin publik, General Qeku ka qenë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka qenë ministër i mbrojtjes, zavendës ministër, ka ushtruar funksione të ndryshme. Kohëve të fundit, nëse s'ka bëj 4 vite ose 5 vite ose më shumë, e ka pas një pauzë, domethënë nuk ka qenë aktiv, nuk e di akon struktura, por gjithsesi unë mendoj që është nder për secilën listë, jo për aleancën, por mi pas një figurë tillë mbrana listës, unë mendoj që është një nder edhe për ato kategoritë që i ka përfaqësu, sepse fakti që ai ka qenë shef i shtabit përgjithshëm, generali i luftës në Kroaci dekorum, disa herë generali i luftës në Kosovë, familje dëshmorit Skënder Qekut, heroj tanë kombëtar që e kemi, mendoj që është nder për secilin që do ta kishte në listë, për neve veçantë pse jo.